Seanca e kësaj të njëjtëje për rrëzimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku ka lënë pas një shije të rëndë parapaskenash. Ndonse suksesi formal u arrit me 83 vota falje dhe mbështetjes të deputetëve të Tomdoshit. Prapavie e këtij rezultati fshin një histori kërcënimesh brutale dhe shantazhi brenda vathës socialiste. Kryeministri Edi Rama i vetëdijshëm se mbrojtja e Ballukut i kalonte kufit moral të shumë deputetëve dhe nën presionin e diplomatëve të huaj, lodhi 2 herë brenda javës kryesinë e PS-s për të siguruar që askush të mos guxonte të dilte nga rreshti. Gjua brutale ndaj Spiropalit dhe Klosit. Mbledhja së mërkurës është përkuar si një nga më të tensionuarët në historinë e kësaj partie. Refreni i Ramës ishte i qartë: kushdo që imagjinonte votën pro SPAK-ut ose mungesën në sallë, do të përballej me hakmarrjen e tij personale. Sipas burimeve të cituara nga lapsi.al, Rama i është drejtuar Elisa Spiropalit me një gjuhë vulgare, ku kjo e fundit ka marrë fjalën: "Mbyllë gojën se ty unë të kam bërë ministre, se KV dhe heqe di vetëm unë dhe si jap llogari kërkujt", mësoi t'i këtë thënë ai pas dyshimeve se ajo fliste nëpër ambasada kundër korrupsionit në infrastrukturë. Në shënjesë rovu edhe sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi. "Ti je kot, nuk je fare sekretari i përgjithshëm", dyshoi se i ka bërtitur Rama në fytyrë duke akuzuar për paaftësi në mbajtjen e partisë nën kontroll absolut, sipas të njëjtit burim. Sipas burimeve për lapsi.al, kjo ka qenë një nga mbledhjet më halucinante. Në gjendje të tillë Ramën se kisha parë që prej kohës kur Luli vodhi ato 10 votat për bashkinë, ishte i shqetësuar, bërtiste pa shkak dhe duke i hapur që nuk i kontrollonte dot emocionet, rrëfeu një dëshmitar anonim brenda mbledhjes. "Po të iki unë, PS shkon për lesh." Taktika e krahut të socialistëve ishte ajo e zhvlerësimit total të njerëzve që kishte rreth tryezës për të detyruar të ngrinin kartonët e kuq kundër SPAK-ut. Ai u ka kujtuar se pa të, ata janë askushi. "Ju jeni askushi dhe këtu ku jeni prej meje. Unë ju mbaj në pushtet prej 4 mandatesh. Po të iki unë, PS shkon për lesh", ka qenë disa nga frazat që kanë lënë të çmeritur anëtarët e kryesisë. Por fjalia që ngriu sallën ishte kërcënim i hapur. Kush më del kundër do e sakatoj. Mungesa sfiduese në sallë. Pavarësisht dorës së hekur, Rama nuk arriti të kishte të gjithë në sallë. Disa emra peshë zgjodhen rrugën e distancimit. Fatmir Xhafa konsideroi të pakapërcyeshme votën kundër SPAK-ut. Blendi Goxhe, formalisht i shtetit por i njohur për forkimet me Ballukun në Dibër. Elisa Spiropali, e cila pavarësisht kërcënimeve nuk ishte prezente. Në fund Rama mori 83 vota që i duheshin, por çmimi ishte në përkëmbje dinjitetit të deputetëve të tij. Për vëzhguesit ky zell i tepruar nuk ishte thjesht për votimin, por një mesazh i koduar për faktorin ndërkombëtar. Edi Rama mbetet hegemoni absolut mbi Partinë Socialiste, gati për të sakatuar çdo që i del rrugës.